Përshëndetje të nderuar miq të Artur Nura Channel në YouTube. Jemi në rubrikën Women Zoom Focus Gruaja. Sot kam kënaqësinë të bëj me dije që kam ftuar për të intervistuar zonjën Elvira Zeneli. Është një mësuese, po themi me formimin për edukimin e brezit të ri, por është poete dhe së fundi është dhe prozatore. Prozatore e cila është e koncentruar tek edukimi me fëmijë. Faleminderit që pranuat ftesën për intervistë. Përshëndetje dhe faleminderit juve për ftesën. Është kënaqësi. Atëherë, pyetja e parë që kam përgatitur është si ka ndikuar përvoja juaj si mësuese në mënyrën si të shkruani sot për fëmijët dhe prindrit, sigurisht, kur shkruajmë për fëmijët, shkruajmë dhe prindrit. Përvoja ime si mësuese ka qenë themelore për mënyrën se si unë shkruaj sot. Duke qenë çdo ditë pranë fëmijëve, pranë botës së tyre, kam kuptuar mënyrën se si ato mendojnë, si ndihen, çfarë ato i tërheq më shumë. Kjo më ka ndihmuar të përdor një gjuhë të thjeshtë, të afërt, të kuptueshme me to, por njëkohësisht me përmbajtje dhe të vlefshme. Drejt. Mund të thoni çfarë ju shtyu juve personalisht të kaloni nga poezia në prozë, konkretisht me fabulat për karakterin edukativ të fëmijëve? Kalimi nga poezia në prozë erdhi krejt natyrshëm, pasi ndjeva nevojën të shpreh ide dhe mesazhe më të drejtpërdrejta. Fabulat më dhanë mundësinë të ndërthur tregimin me mësimin, duke përdorur personazhe dhe situata që fëmijët i kuptojnë dhe i mbajnë mend më lehtësisht. Kur ilustrohet me personazh, ato e kanë më të lehtë ta mbajnë mend ato çfarë ne shpjegojmë dhe mësojmë. Ju vjen edhe nga eksperienca. Në fabulat tuaja, cilat janë vlerat kryesore që synoni të përcjellni, po themi në mënyrën edukative? Vlerat kryesore janë ndershmëria, respekti, dashamirësia, përgjegjësia dhe rëndësia e familjes. Gjithashtu përpiqem të theksoj empatinë dhe bashkëpunimin si element kyç për një zhvillim të shëndetshëm social dhe emocional. Drejt. Sa e vështirë është të gjesh balancën mes mesazhit edukativ dhe një rrëfimi që mbetet i këndshëm për fëmijët, sepse sigurisht duhet ta lexojnë ata, po dhe prindrit. Është një sfidë e vazhdueshme. Nëse mesazhi është shumë i drejtpërdrejtë, rrezikon të bëhet moralizues dhe të humbas atë interesin e fëmijëve. Ndërsa nëse fokusi është vetëm te rrëfimi, mund të humbas vlerat edukative. Prandaj, përpiqem që mesazhi të vijë krejt natyrshëm, përmes historisë dhe veprimeve të personazheve. Drejt. Sipas jush, eksperiencës tuaj edhe këtyre po themi prozës me cilën po merrni, sfidat më të mëdha për prindrit sot në rritjen e fëmijëve, cilat janë? Është një nga sfidat më të mëdha është ndikimi i teknologjisë dhe mungesa e kohës cilësore me fëmijët. Prindrit shpesh përballen me vështirësi për të vendosur kufij të shëndetshëm, për të komunikuar hapur me fëmijët dhe për të qenë shembull pozitiv. Gjithashtu ruajtja e balancës mes disiplinës dhe dashurisë është thelbësore, por jo gjithmonë e lehtë. Drejt. Ju së fundi keni edhe një eksperiencë tjetër që ka të bëjë me eksperiencën tuaj profesionale, po edhe teatrare. Jeni kryeredaktore e revistës Zogu i Mëngjesit. Si do ta vlerësoni këtë në CV-n tuaj? Kjo është një eksperiencë shumë e bukur dhe erdhi hap pas hapi. Fillimisht u njoha me revistën Zogu i Mëngjesit, hyra si botuese, botova poezi për fëmijë, botova tregime për ralla. Pastaj nga një antare e redakcisë, kalova në redaktore dhe tani së fundmi dhe kryeredaktore e kësaj reviste. Eksperiencën si kryeredaktore të revistës Zogu i Mëngjesit do ta vlerësoja si një nga pikat më të rëndësishme në CV-n time profesionale. Ajo më ka dhënë mundësinë të zhvilloj aftësi drejtuese, organizative dhe krijuese, si dhe të punoj ngushtë me autor dhe bashkëpunëtor të ndryshëm.
Gjithashtu përmes kësaj eksperience kam thelluar njohuritë e mia në përzgjedhjen dhe redaktimin e përmbajtjeve cilësore për fëmijë dhe duke kontribuar në edukimin, formimin e shumë lexuesve të rinj. Më vjen mirë që kjo revistë është mirëpritur edhe në shkollat tona këtu në Tiranë, jo vetëm në Prishtinë, sepse në Prishtinë ka prej disa vitesh që ajo revistë është prezente në shkolla, por më vjen mirë që kjo revistë është mirëpritur shumë dhe nga shkollat tona këtu në Tiranë dhe në disa rrethe me të cilat kam pas mundësinë dhe kontaktet që ja dërgoj revistën. Shumë suksese. Tash le të kthehemi ke poezia, që është pjesa më e bukur e letrarës. Ju keni botuar 2 libra. Ju lutem, na I tregoni 2 librat dhe do të doja për secilin nga librat 2 poezi. Ti lexoni për ata që na ndjekin në YouTube. Kam botuar 2 librat, e mi të parë, dua të them edhe një lajm tjetër. Tani brenda pak ditëve pres më dalë edhe një libër për ralla dhe tregime për fëmijë, të cilën do ta bëj shtëpia botuese Gutenberg në Prishtinë, me drejtor Agim Kelmendin, të cilin gjej rastin ta përshëndes. Ai ka marrë përsipër komplet botimin e librit, shpenzimet e të gjitha me anë të shtëpisë së tij botuese Gutenberg në Prishtinë. E komplimentojmë. Faleminderit. Tani kthehemi tek 2 librat me poezi. Po lexoj një poezi, Vajzë Valëve. Titullin e librit dhe poezinë, lutem për ata që titulli I librit, ku do të poezinë është Më merr në ëndra. Shumë bukur. Vajzë e Valëve. Dallëndyshet erdhën pa shpresa dhe lajme. Deti I flokëthinjur mbi brikje po qante. Si njolla të zeza u shfaqën tri maleve, mbi kurët e lodhur priste vajzë e valëve. Priste dhe vajtonte mbi dete trishtuar, lajmëtarët erdhën pa letra në duar. Ndaj një ditë të zymt ra e më nuk qau. Vala zhurmë mbytur lajmin e shpërndau. Davlët më bërryle njëra tjetrën shtyn, e nagim ndan detit vajzën prape shpun. E lam të priste mbi gurët e vjetër, se ai do vinte pa tjetër. Do vinte me ëndrën e vashës që priste, mbi brigjet e kaltra e detin sodiste. Dhe ja tek vrapon, drejt saj, para djalit, lajmëtar I ri, këngë e mallit. Bravo, shumë bukur. Ka mjaft ndjenjë, mjaft romanticitet, mjaft bukuri. Komplimente. Tjetrën të lutem? Po pra, tek libri Më merr në ëndra, po lexoj Buzët që qeshin bukur. Sa herë më vije, e sa herë më ikje, ti hëngsha buzët që kaq bukur qeshin, më thoje. O vese freskët mëngjesi, o shia ëmbëlvere, e vjen e ikën e buzën smanjone mirë një herë. O fladi let, që flokun ledhaton, lore syrin të shikoj burrin që dashuron. Tek vjen me fytyrën e zbet e zemrën e dorë, zemra fort porre e trupi zjarë merë. Atje ku digjesh o zemër përvërlohem unë, pse red vijnë e ikin kaq shpejt e syrin se mbyll do të më. Më thuaj, më fto po deshe e do të vi të mbytem atje te lumi yt, atje ku qielli pikturon veten e ta krijon një det në syt. Një yll syt mi verboi, shërëtimat tua dua t'i kem në vesh, si zjarre që djekin flakëve të mien. O vese freskët mëngjesi, o shia ëmbëlvere, erdhe e ike, e buzën smanjome të rësisht asnjëherë. Shumë bukur, mjaft romantike dhe mjaft erotike, shumë bukur, komplimente. Dhe në librin e dytë, lutem? Po, lexoj te libri I dytë, Pusja e jetës.
Shumë bukur. Ç'bëhet kështu? Edhe Titulli i poezisë, ç'bëhet kështu? Mbi gjoksin tënd dua të fle, aromën e shpirtit thellë ta ndjej. Plot rrezatim më erdhi ky mëngjes, hap syt dhe fytyrën tënde në sy më shkëlqen. Teksa frymon mbi fytyrën time e shpirti më mbushet plot jetë, plot dallë këputhjesh e përqafimesh. Syt nuk i kam më të venitur, zemra dhimbjet i ka harruar, e fillon të çmendet sërish. Si flak pranvere hyre pa trokitur në zemrën time, me frymën tënde më dhe frym, më more në krah e një ëndre të re. Sa ëmbël më përshpërit në vesh, me zërin tënd e shpirti im merr zjarr. Në zemrën time pa kuptuar, si zure kështu vend. Po, qenë ka e vërtet, nuk jam e marrë. Ti magjistar shpirtrash, që më ngritë lart mbi re, që nuk e di në ëndër, apo është ëndër e vërtet. Më thuaj, çfarë i bëre shpirtit tim? Në çfarë gjuhë mi flet? Di vetëm që çdo mbrëmje e mëngjes fle e zgjohem me tëndin përqafim e lumtur plot dashuri. Thua ky të jetë balsami deri në amshim? Shumë e ngrohtë, shumë e bukur, urime. Të fundit dhe pastaj sigurisht do kemi kohë të tjera për t'i ezauruar. E fundit balad në rër. Zdashka të më pranoj në baladën e vet ky gjumë sonte. Mbi fytyrë një mëkat i trillt më bën dritë hije, e më kërkon të dallgëzoj nën çadrën e mugët të plazhit ku rrim shtrirë të dy. Pikëllimi tim të trisht, lulja e harresës po i buzëqesh. Ëndra e blertë jeshilon, e më sill tek ti si një jastëk i butë, po unë vë kryet e përhunden. Si një lapidar pa mbishkrim, si një poezi pa titull. Dora sikur më ka vetëm një gisht, e më të rrekem të shkruaj emrin tënd në rërën e lagur të plazhit të harruar, aty ku pati nisur shtegtimi i dy kalorsëve të së njëjtës balad. Kjo është. Urime, të nderuar teleshikues të kanalit Artur Nura Channel. Ujimi në Zoom, Fokus Gruaje, synon të sjell zonja të cilat nuk kërkojnë ta kalojnë jetën pa lënë një gjurmë, por në mënyrën e tyre kërkojnë të japin një gjurmë, të japin kuptim jetës dhe të japin model të tjerë. Zonja Elvira Zeneli ishte njëra prej tyre. Faleminderit, kënaqësi dhe shumë urime, presim librin me fabula, që sigurisht edhe atë ndoshta ta trajtojmë për Ujimin Zoom. Suksese! Shumë faleminderit dhe shumë kënaqësi që isha pjesë e emisionit tuaj. Kënaqësia është e imja. Edhe ju, të nderuar teleshikues të Artur Nura Channel, faleminderit. Na ndiqni për të parë karaktere dhe personazhe të zgjedhur sipas nesh që përfaqësojnë diçka vërtet të bukur. Mirupafshim.